Një stuhi e fuqishme e ktheu verën për pak orë në dimër në rajonin e Ballkanit. Maqedonia e Veriut raportohet që t'jetë vendi më i prekur, me media që raportojnë për 20 persona të lënduar, me një pjesë prej tyre me dëmtime në kokë dhe fraktura. Stuhia e shoqëruar nga erëra të forta rrëzoi një numër të madh pemësh, struktura çatish nga ndërtesa dhe shtëpi, si dhe dëmtoi kablo elektrike dhe automjete. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut konfirmuan se mbi 8.000 qytetar kanë raportuar dëmtime apo kanë kërkuar ndihmë në numrin e emergjencës. Moti i keq ka shkaktuar probleme të konsiderueshme edhe në Kosovë. Suareka dhe Lipjani kanë raportuar situatë shqetësuese, pasi janë shkaktuar dëme në sektorin e bujqësisë, infrastrukturën publike dhe rrjetin energjetik. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar paralajmërim të nivelit portokalli për të gjithë territorin e Kosovës, duke njoftuar se gjatë së mërkurës priten stuhi të fuqishme të shoqëruara me vetëtima, rreshje intensive shiu, breshër dhe erëra të forta me karakter stuhish. Moti i keq gjunjëzoi dhe disa pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës. Rufeja vrau të paktën 30 dele në Bosnjë. Në Kroaci, një goditje rufeje shkaktoi një zjarr në një pyll me pisha në zonën e Makarskës. Fal ndërhyrjes së shpejtë të zjarfikësve, zjarri u shua shpejt dhe u parandalua përhapja e tij.